Për shikuesit tanë tashmë janë të njohur emrat si Elona Kulgeci, Puhiza Kurtishaj dhe Stina Sallauka, sepse sa herë që i kemi ftuar kanë ardhur me suksese të jashtëzakonshme. Po cilat janë sukseset e tyre? Elona Kulgeci, grup moshës 16-17 vjeçare juniore, 2 herë kampione evropiane, 8 herë kampione e Kosovës, 6 herë kampione mbarkombëtare. Këto janë suksese vetëm për vitin 2014. Puhiza Kurtishaj, e grup moshës 8-9 vjeçare, 6 herë kampione e Kosovës, 3 herë kampione mbarkombëtare. Stina Sallauka, 7-8 vjeçare, 2 vende të dyta në kampionatin botror, 2 vende të treta në kampionatin evropian, 4 herë kampione e Kosovës dhe 2 herë kampione mbarkombëtare. Këto suksese kanë ndikuar që Federata e Karatesë së Kosovës të ketë këto 3 karateiste në mesin e laureatëve për vitin 2014. Dhe ne kemi në studio. Elona, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Sukseset flasin vetë, nuk ka nevojë t'i prezentojmë, as ju tash t'i përsërisni ato, por gjithsesi meritoni lavdata, meritoni urime për një punë të palodhshme, për këto suksese të mëdha që na bënin nder tek dhe të krenohemi edhe ne. Faleminderit. Federata e Karatesë së Kosovës, e thash, ju ka shpallur në mesin e karateistëve më të mirë për vitin 2014. Na flisni pak për këtë ceremoni, si ka shkuar, me që nuk ishën me atje. Po, qëtunën pra u kam bajt shpallja e sportistëve më të mirë të vitit të 2014, dhe në mesin e atyre kemi qenë edhe ne 3 garuesit e klubit Drinit Prizrenit, ku se cila pra është shpallur për kategorinë e vetë. Unë jam shpallur si ndër më të mirët e juniorve, Stina në moshën 7-8 vjeç, si dhe Puhiza në mesin e më të mirëve nga 9 deri në 10 vjeç. Ju kanë shpallur rezultatet e kanë bërë ato që jemi shpallur. Falë sukseseve që kemi arritur në përgara, jemi shpallur edhe ndër më të mirët. Nuk është për ty kjo diçka e re, ka qenë edhe më herët, laureate. Jo, për mua është viti 5 radha Z që unë shpallem si sportiste e vitit. Po, çfarë ndjenje është tani e fundit me këto suksese që është shpallë laureate? Është një ndjenjë mjaft e mirë, se sigurisht që është veç një shtytje që të filloj dhe të kem suksese edhe në gara tjera, pra është vetëm një fillim i ri dhe që të shpresoj që të fitoj ende. Ka dallime sukseset e këtij viti me sukseset e viteve të kaluara që është shpallur në mesin e më të mirë? Po, patjetër, sepse çdo vit e më shumë sukseset janë çdo herë më të mëdha dhe sigurisht që synojmë edhe më tutje. Po. Kemi tash edhe 2 karateiste të tjera, kemi Stinën dhe Puhizën. Stina, mirë se na erdhe. Po, edhe nuk ka përgjigje po jo, do të flasësh pak më gjatë, se të kemi pasur më herët në emision në programin e fëmijëve, të kam përcjell, shumë herë ke thënë po jo, s'ka po jo. Vetë do të përgjigjesh më gjatë. U bë? U bë. Nuk ka thënë po. Stina, është hera parë që je shpallur në mesin e më të mirave në Federatën e Karatesë në grup moshën tënde, apo ke pasur edhe më herët? Hera e parë që je shpallur. Ne i treguam sukseset, 2 vende të dyta në kampionatin botror, 2 vende të treta evropiane, 4 herë kampione e Kosovës, 2 herë kampione mbarkombëtare. Si e ke arritur saj? Me punë? Po, shumë. Ata më thonë po, me punë, me ushtrime. Kush të ka ushtruar më shumë? Elona apo trajneri? Edhe Elona ditë. Elona e ke dhe trajnera, apo vetëm? Me ditë, ma shumë. Me të dy ma shumë. Dhe si u ndjeve kur të thirrën aty që ka qenë? A e ke ditur që do t'jesh në mesin e më të mirave në këtë grup mosh? Sigurisht e ke ditur, apo jo? E ke ditur. E kam ditur dhe jo? Kam ditur. E ke ditur. Dhe këto suksese tash e ke edhe kupën. Çfarë kupë është ajo? Ku e ke marrë atë kupë? Kur jam qenë sportiste e vitit. Kur ke qenë sportiste e vitit në Prishtinë? Shtunët. Në Shtunë. Dhe kur të thirrën, kur thanë në mesin e më të mirave për mbushën në 7-8 vjeçare është Stina Sallauka, si e ndjeve veten ti? Shumë mirë. Shumë mirë. A do të ndikojnë këto rezultate, ky sukses, kjo mirënjohje, kjo kupë që vitin e ardhshëm të kesh sukses edhe më shumë, tash për shembull 2 vende të dyta në kampionat botror, tash të i marrësh vendet e para? Po. Po, do të angazhohesh mirë. Puhiza, ke këtu e tham 6 herë kampione e Kosovës, 3 herë kampione mbarkombëtare. Suksese që kanë ndikuar që të jesh në mesin e laureatëve për vitin 2014. Çfarë ndjenje ishte kjo për ty? Është hera parë së pari që ke qenë atje? Jo, është hera e dytë që unë shpallem sportistja e vitit në Federatën e Karatesë. Në Federatën e Karatesë.
Dhe çfarë do të thotë kjo për ty? Është një stimulim që të punosh më tepër në të ardhmen? Po. Po, do të jetë më tepër. Dhe këto rezultate që i ke arritur tash në vitin 2015, mendon që më së paku ti përsërisësh, por çfarë do të bësh që të kesh suksese më të mëdha? Do të stërvitem më shumë dhe Ke përkrahje prej familjes, prej trajnerëve? po kam. Ke përkrahje. Po pengon në shkolla në stërvitje? Jo. Në të suksese. Po më pengon pak. Po të pengon pak, mirë po Po. duhet të kesh orarin e caktuar dhe nuk të pengon. Atëherë të ndihmon edhe më shumë. Që Elona për shembull është nxënëse e shkëlqyeshme edhe në shkollën e mesme. A jetë mesme në Elona? Edhe është e shkëlqyeshme, me siguri edhe ju duhet të vazhdoni apo. Elona, i kemi disa pamje, disa fotografi, më duket mendari duhet të ketë gati të shohim ato pamjet. Këtu janë disa fotografi që kemi përzgjedhur gjatë ushtrimeve, që të shohim që të kemi të bëjmë me karaten. Vajzat? Këto është një seminar që kemi pas, edhe këto vajzat janë nga klubet e Gjilanit. Njëjtë? Seminar? Po, në seminar. Njëjtë edhe këtu? Po, klubi e? Klubi karates me të gjithë bashk edhe me grupin e seniorëve, me trajnerin. Po, të gjitha mosha. Të gjitha moshave, është një masivitet në klub, aty ku stërvit një rregullisht. Këtu tash është interesante. Kjo është në Kalane Prizrenit. Me kimone. Cila ishte ideja të shkoni kështu? Stërvitja apo vetëm shëtitja? Edhe stërvitja edhe shëtitja, dhe kemi shfrytzuar rastin me ballë disa fotografi. Kjo jam unë gjatë disa gara. Në Kosovë? Po, në Kosovë. Nësë shojmë edhe fotografi tjera dhe kemi, me siguri. Fotografisë nga ceremonia shpalljes e laureatëve. Këto është me kryetarin e Komitetit Olimpik të Kosovës, me Besim Hasanin. Puhiza, Stina, Elona, pas marrjes së shpërblime. Po, edhe trajneri Mamet Kërgeci. Më shumë e ki babi apo trajner? Pak ne. Edhe këtu me trajnerin, pas ti që jeni shpallur, Elona? Po pas shpërblime. Çfarë është ndjenja e trajnerit? Ka qenë i gëzuar me këto suksese apo e ka pritur? Sigurisht që ka qenë i gëzuar, sepse ai ka bërë punë të palodhshme që ne të arrijmë deri këtu ku jemi dhe ja kemi zbardhur fytyrën. Edhe këtu treshja më suksesshme e klubit të karates. Vajzat nga Prizreni. Edhe pse thonë që sportet luftarake janë për meshkuj, ama në këtë rast femrat kanë dalë shumë të suksesshme. Ka pasur edhe karateistë tjerë prizrenas kanë... Jo, kemi qenë vetëm ne nga Prizreni. Vetëm ju nga Prizreni. Këtu jam unë edhe Stina në kampionatin evropian që u ka mbajtur në Tiranë. Po. Edhe Stina i ka medaljet në qafë. Ke mundur t'i bartësh ato medalje, gjithë ato medalje, Stina? Edhe më shumë bile, ha? Do t'i bartësh edhe më shumë vitin e këtë vit, 2015. Këtu gjatë stërvitjes? Po, gjatë stërvitjes. Si që shihet edhe në për foton e po bëjmë shumë punë të palodhshme për me arritën për sukseset që na i kemi. Edhe sigurisht që këto suksese nuk janë vetëm në emër tonin, po shkojnë edhe si qytet, apo edhe në emër të komunës, apo edhe në emër të qytetit. Ne përfaqësojmë pra Prizrenin dhe shpresoj që do kemi më shumë mundësi edhe do kemi më shumë mbështetje financiare, për arsye se kemi nevojë. Të paktën vetëm që të marrim pjesë në përgara në mënyrë që të jemi të afta dhe të kemi një vend që të tregojmë aftësitë tona. Po, këtu ke marrë mirë njohjen prej? Edhe këtu çmimi i sportistes më të mirë të vitit. Kush e ka ndarë këtë çmim juve personalisht? Është Maliç, është nga Gjilani. Po. Dhe kaluam kështu në fund. Presim edhe Kuvendi Komunal i Prizrenit i shpall laureatët për vitin 2014, vitin e kaluar ndoshta është bërë një gabim për ty, është dashur të jesh në mesin e sportistëve, të kanë vendosur aty në shpresa. E këtë vit me siguri duhet ta përmirësojnë ata gabimin e vet dhe të jesh në mesin e sportistëve. Unë së paku kështu mendoj. Po, me qenë se na kanë shpallur edhe në mesin e më të mirëve në Kosovë, atëherë sigurisht që edhe në Prizren duhet të jemi të tillë.
Po, se në nivel të Kosovës, juniore më mirë, pastaj rezultatet plasin vetë dhe në bas këtyre rezultateve do të jesh në mesin e më të mirëve, në mesin e 10 sportistëve më të mirë të Prizrenit në konkurrencën e seniorëve, në konkurrencën absolute të përgjithshme. Stina, edhe Prizreni do t'i shpall sportistët më të mira, tash si rezultati i asaj që ka qenë në Prishtinë, do të mbahet edhe në Prizren dhe sigurisht do të jesh edhe këtu. A mendon që do të shpallin këtu, a do të jesh e pranishme aty? Je sigurt, çfarë mendon ti kur të organizohen këtu? A e sheh veten aty me siguri? E sheh. E shoh. Edhe do të kesh edhe një çmim. A shpreson që këto rezultate janë që do të bëjnë që ti të jesh në mesin e shpresave më të mira të komunës për Prizrenis? Beson? Beson. Njëjtë Puiza? Këto rezultate ndoshta do të jenë trajneri sigurisht do t'i dërgoj emrat tuaj edhe këto suksese, edhe komisioni do t'i shërtoj dhe me siguri ndoshta do të jeni në mesin edhe të shpresave të sportit të komunës së Prizrenit. A beson që do të shkoj kështu, janë këto rezultatet e juaja, ndoshta ka edhe të tjerë me rezultate të tjera, apo nuk ka ndoshta një rëndësi shumë të madhe, me rëndësinë që të vazhdosh të punosh? Besoj se do të jem edhe unë aty. Po. Dhe krejt në fund, vitit 2015, çka pritet nga Puiza? Një punë më e madhe, sukseset do të jenë më të mëdha se këto që ke pasur? Po, do të jenë. Do të jenë sukseset më të mëdha. Stina, do të kesh këto suksese, edhe këto nuk janë pak, po do të kesh më shumë suksese? Çka mendon ti? A do të kesh? Do të kem. Edhe suksese më të mëdha. S'ka me thënë po edhe jo. Mirë. Elona, në fund, në mbyllje të këtij emisioni, çfarë do të na thuash? Unë shfrytëzoj rastin pra që t'ju falenderoj që po na jep një hapësirë që të tregojmë shpërblimet tona dhe sukseset tona. Dera është e hapur për ju gjithmonë, sepse gjithmonë na vini me medalje të arta, sidomos ti edhe Puiza, edhe Stina, dhe sa herë që na ktheheni medalje, ju gjithmonë do ta keni vendin këtu në të Po, edhe sigurisht që ju premtojmë që do kthehemi me medalje shumë të tjera dhe shpresojmë që të arta të gjithë. Ato i mirëpresë, ato i presim edhe ne nga ju. Faleminderit që ishët dhe suksese, punë të mbar edhe në mësime edhe në klubin e karates. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, pra kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion sportiv. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë dhe deri në transmetimet tona të ardhshme. Mirëmbëjtje.